I dashur dhe i nderuar koleg, dëshiroj të të prezantoj hollësisht pamjen klinike të sindromës së Çapele. Bëhet fjalë për një çrregullim të rrallë të zhvillimit seksual i lidhur me një kariotip 46XX, i cili karakterizohet nga gjenital të jashtëm mashkullor, që ndonjëherë mund të jenë edhe atipik, të shoqëruar me mungesë të testosteronit. Incidenca është rreth 1 në 30.000 lindje, me transmetim autosomik dominant. Manifestimi klinik mund të shfaqet në periudhën prenatale, si në rastin që do të paraqes tani, ose në periudhën neonatale, sepse vërehen gjenital atipik, ose më shpesh gjatë adoleshencës, kur shfaqen shenjat klinike të sëmundjes që karakterizohen nga gjenital të jashtëm mashkullor, ose siç tham, atitik. Mund të jetë ndonjëherë i pranishëm edhe kriptorkidizmi. Në të gjitha rastet ekziston infertiliteti. Pacientët në 80 deri në 90% të rasteve janë meshkuj normal që vetëm pas pubertetit shfaqin shtat të ulët dhe kanë shpërndarje normale të qimeve publike, dhe madhësia normale e penisit me testikuj që janë hipoplastik gjatë adoleshencës zhvillojnë ginekomasti dhe kanë sterilitet për shkak të azospermis. Në një numër të kufizuar rastesh mund të ketë gjenital atipik dhe në afat të gjatë. Komplikacionet përfaqësohen nga një dëshirë e ulët seksuale, nga një disfunksion erektil dhe nga një reduktimi i karakteristikave sekondare seksuale dhe nga osteopenia, por nuk ka prapambetje mendore. Në shumicën e pacientëve, sëmundja shkaktohet nga translokimi i një fragmenti të vogël të kromozomit Y që përfshin gjenin SRY në kromozomin Y, ose në një kromozom tjetër. Tek pacientët që janë negativ për këtë ndryshim, këtë aberacion kromozomal, janë vërejtur variacione të numrit të kopjeve që prekin gjene të tjerë rregullator dhe një variant i zakonshëm i përsëritur në këtë tjetër, gjeni NR5A1. Perspektiva e përgjithshme për jetëgjatësinë është krejtësisht normale, ndërsa nga ana intelektuale dhe ajo motorike, këta individ zhvillohen në mënyrë të rregullt. Rreziku për të zhvilluar tumore të ndryshme mbetet mjaft i ulët, por problemi kryesor qëndron në faktin se ata nuk janë të fertil. I nderuar koleg, rasti që sjell në vëmendjen tënde është i rrallë. Duhet të vëzhgosh me shumë kujdes. Këto organe gjenitale janë organe gjenitale mashkullore normale, dhe pse kemi shkrua këtë herë kur zakonisht nuk e shkruajmë, sepse pacientja kishte bërë testin e ADN-s fetale dhe kishte rezultuar se ishte XX. Në këtë rast, ka nevojë për një konsult gjenetike dhe gjenetisti kishte rekomanduar domosdoshmërinë e kryerjes së amniocentezës, sepse vetëm amniocenteza do të jepte siguri. Dhe nga amniocenteza ka rezultuar një ndryshim molekular me gjenin e mutuar, që tregon për sindromën e Çapel. Ju do të shihni gjatë këtij ekzaminimi normalitetin e plot të gjithë pamjes. Pra, do të shihni një ekografi standarde normale. Keni parë një kokë normale, keni parë një profil normal, do të shihni një fytyrë normale. Pjesa është një zemër normale, kjo për t'ju thënë se nuk kishte asnjë anomali të madhe apo të vogël të pranishme te ky fetus. Dhe pra, përballë një situatë të tillë, dikush ka detyrimin të kryej këshillimin gjenetik dhe natyrisht në epokën para DIPT, pra para futjes së ADN-s fetale, ky rast nuk do të ishte evidentuar. Dhe atëherë kuptoni pse u bë ajo hyrje.
Kemi thënë që njihet në moshën e adoleshencës ose në lindje, sepse gjenden organe gjinitale atipike. Por kemi thënë gjithashtu që organet gjinitale mund të jenë normale, si në rastin në fjalë. Tani, ndërkohë që ju shihni këto imazhe që po kalojnë, të cilat janë të një normaliteti të përsosur, absolut, tërësisht të zakonshëm, ju duhet të mbani parasysh se psa ka shumë vështirësi në profesionin tonë dhe sa jashtëzakonisht e rëndësishme dhe domosdoshme paraqitet një proces informimi sa më të hollësishëm dhe detajuar i mundshëm, po aq e nevojshme është kjo edhe përballë një situate plotësisht normale si kjo në të cilën ndodhemi aktualisht, që po shihni tani para jush. Jo. Ta dini që mund të ketë shumë situata që nuk i njohim. Këtu ADN ja fetale na ndihmoi duke na treguar se kishte këtë mospërputhje mes gjetjes ekografike dhe gjetjes së ADN-së fetale. Dhe sa e rëndësishme është gjithmonë të kemi shumë për ulësinë punën tonë. Keni pa që edhe situesi është respektuar. Këtu, shihni. Barkë, abdomeni dhe fshikza e tëmfit më parë pat. Dhe këtu i shihni përsëri organet gjinitale, ishe? Për një çast i pe, tani shikon që muri abdominal është i mbyllur. Shikon që është një fetus shumë reaktiv. Shikon që është një fetus që ka të dy arterjet umbilikale. Ju po shihni një ekzaminim standard, plotësisht normal. Tu vëmendja i është kushtuar vetëm faktit që ishin këto organe gjinitale mashkullore të përsosura, të jashtme. Problemet vinë më vonë, në rregull? Pra, është pas adoleshencës që ndodh. Një ulje e shtatit, këtu po shihni veshtat. Këtu po shihni që edhe shtati në këtë moment është plotësisht i rregullt. Pacientja është në javën e 21 dhe 6 ditë, ndërsa shtati është i javës së 22 dhe 1 ditë. Dhe si të shihet për femurin, ashtu e kemi parë, normaliteti është i pranishëm edhe në nivelin e gjymtyrëve të poshtme dhe pastaj do të shihni edhe gjymtyrët e sipërme. Pra, ekzaminimi që pat është një ekzaminim standard i një fetusi normal, por që paraqiste një ndryshim gjenetik i cili mund të zbulohej vetëm dhe ekskluzivisht me hetimin molekular. Po përfundojnë imazhat e fundit. Do të shihni përsëri gjymtyrët e sipërme, që janë plotësisht të rregullta, madje edhe disa ditë më shumë. Do të shihni duar normale, por ju tashmë e keni dëgjuar nga fleta që nuk e prisnim. Një anomali, çfarë do lloj anomalie, në 80% të rasteve gjenim gjithçka normale. Në 20% të rasteve mund të gjenim organe gjinitale atipike, që absolutisht nuk ishin të pranishme në këtë gjendje. Mesazhi që duhet të merrni me vete është se gjithmonë do të ishte e dobishme të bëhet një konsultë gjenetike. Në të gjitha rastet, në mënyrë që gjenetisti të mund të specifikojë çfarë mund të shihet dhe çfarë nuk mund të shihet. Keni parë sërish organe gjenitale mashkullore perfekte, shihni përsëri një profil të rregullt. Janë vërtet, për të përfunduar ekzaminimin, një ekzaminim ku anatomia ishte plotësisht e rregullt. Dhe ju falenderoj nga zemra për vëmendjen tuaj.